Olz Dado është emëruar prokuror me një dekret të presidentit të Republikës në vitin 2008, bazuar në ligjin e kohës për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë. Janë 2 nene në të cilat përcaktohen kriteret për emërimin në funksionin e prokurorit. Neni 17 përmban 7 kritere, mes të cilëve edhe ai i detyrimit që kandidati të ketë përfunduar shkollën e magjistraturës. Në nenin tjetër, atë 18, i njëjti ligj parashikonte një përjashtim të kufizuar nga detyrimi për përfundimin e shkollës së magjistraturës, duke lejuar emërimin e një kandidati që nuk kishte mbaruar magjistraturën, vetëm nëse ai përmbushte të gjitha kushtet e tjera të nenit 17 dhe, së dyti, plotësonte njërin prej kritereve të tjera të posaçme të mëposhtme. Sipas kërkesëpadisë së Veliajt, Olz Dado ka përfunduar arsimin e lartë juridik, por nuk ka përfunduar shkollën e magjistraturës, e po ashtu nuk ka ushtruar më parë funksionin e gjyqtarit apo prokurorit dhe nuk ka mbajtur asnjë nga funksionet e posaçme të renditura në nenin 18. Duke qenë se sipas Veliajt, përpara emërimit, Dado ka ushtruar profesionin e noterit, i cili përfshihej në kriteret ligjore për të bërë prokuror, ai nuk ka qenë subjekt i vlefshëm ligjor për të emëruar në detyrën e prokurorit të Republikës së Shqipërisë. Olz Dado u konfirmua si prokuror nga organet e vettingut, por në kërkesëpadinë e Veliajt theksohet se diçka e tillë nuk e legjitimon emërimin e tij të mëparshëm. Organet e rivlerësimit nuk kanë pasur asnjëherë mandat për të marrë me ligjshmërinë e këtij akti. Çështja e vlefshmërisë së emërimit nuk është gjykuar dhe as nuk mund të pretendohet se duhet gjykuar nga këto organe. Po ashtu në kërkesëpadi vlerësohet se nuk qëndron as argumenti i mundshëm se meqense Dado është vazhduar të trajtohet për vite me radhë si prokuror, akti i emërimit do të duhet të konsiderohej i konsoliduar në kohë. Çdo teori e konsolidimit në kohë të një akti nul do të përbënte në vetvete cenim të rendit juridik dhe një precedent të rrezikshëm për funksionimin e shtetit të së drejtës. Për të gjitha këto arsye, zoti Veliaj vlerëson se kur personi që ushtron kompetenca publike është emëruar në kundërshtim me ligjin, çdo veprim i tij ndaj individit është i ekspozuar ndaj pavlefshmërisë, kur sjell cënim të lirisë personale të një procesi të rregullt ligjor dhe të nenit 6 të Konventës Europiane për të drejtat e njerëzit.